A e keni pyetur ndonjëherë veten sa vuajtje mund të zërë në heshtjen e një fëmije? Një vështrim i pafajshëm zbulon sekretet e errëta pas një fasade të përsosur. Duke mbërritur pa lajmëruar, ai zbulon një tmerr të fshehur pak metra larg tabelës me emrin e tij. Dhe reagimi i tij i papritur kthehet në titull kryesor, por transformimi i vërtet ndodh larg kamerave. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Duke vazhduar, Tirana merrte frymë nën vapën mbytëse të një korriku që dukej se nuk kishte fund. Rrugët e qendrës zjenin nga lëvizja e atyre që vraponin pas takimit të radhës, klientit të radhës, objektivit të radhës. Mes ndërtesave me xhama pasqyrues që reflektonin qiellin gri të ndotur, njëra prej tyre spikaste për lartësinë dhe emrin e gdhendur me shkronja kromi në fasadë, Berisha Holdings. Brenda saj, në katin e fundit, ku kondicioneri mbante gjithçka në një temperaturë perfekte dhe artificiale, Robert Berisha nënshkruante kontrata pa i ngritur syt nga letra. 52 vjeç, flok të zinj që kishin filluar të thinjeshin në tëmtha, nofull katrore që transmetonte autoritet edhe kur ai ishte në heshtje. Mbante orë zvicerane, kostum të qepur me porosi, kravat italiane. Gjithçka tek ai fliste për sukses. Gjithçka tek ai fshite një zbrazëti që as ai vet nuk donte ta pranonte. Kur telefoni ra për herë të 10 atë pasdite, ai u përgjigj me zërin e thatë të dikujt që nuk ka kohë për mirësjellje. Ishte Besa, sekretarja e tij prej 15 vjetësh, duke e informuar se zëvendës presidenti kishte nevojë për një vendim mbi bashkimin me një kompani të sektorit farmaceutik. Robert I dha përgjigjen me 2 fjali të shkurtra, e mbylli telefonin dhe ju kthye raporteve që grumbulloheshin mbi tavolinën e drurit të Moganit. Jashtë, përmes xhamit të blinduar, qyteti shtrihej si një tapet betoni dhe ambicieje. Ai e pa atë pamje për një sekond, si dikush që shikon një pikturë që e ka mësuar përmendësh nga të parit dhe ndjeu peshën e njohur të një pyetjeje që këmbëngulte të kthehej në momentet më të heshtura. Për çfarë gjithë kjo, në fund të fundit? Përgjigjen, ai e dinte, e kishte të varrosur bashkë me Elenën, gruan e tij, e cila ishte ndarë nga jeta 6 vjet më parë, e marrë nga një sëmundje që asnjë sasi parash nuk arriti ta mposhte. Që atëherë, shtëpia ku jetonin, një vilë 3 katëshe në një kompleks të mbyllur në zonën jugore, ishte shndërruar në një muze të vetvetes. Mobilje me dizajn, vepra arti në mure, pishinë e ngrohtë që askush nuk e përdorte, kopsht I patëmet ku shkelte vetëm kopshtari. Gjithçka vazhdonte të ishte saktësisht siç e kishte lënë Elena, përveç pranisë së saj. Robert kalonte nëpër ato dhoma si një fantazmë kalimtare, zgjohej herët, dilte para se të linte dielli, kthehej vonë natën dhe mezi shkëmbente gjysmë duzine fjalësh me Teto Konstandinën, gruan që kujdesej për shtëpinë që kur Elena ishte ende gjallë. Teto Konstandina ishte një grua rreth të 60-tave, e shkurtër, topolake, me flokë të thinjur gjithmonë të mbledhur në një topuz të shtrënguar. Fliste pak, por vëzhgonte gjithçka. Kishte dhuntim të lexonte humorin e njerëzve nga mënyra se si e mbyllnin derën, nga toni që përdornin për të thënë mirëmëngjes, nga koha që kalonin duke parë pjatën e tyre para se të hanin. Dhe ajo që shihte te Robert, ditë pas dite, ishte një burr që ikte vetes me justifikimin e punës. Ai zgjohej në 5 të mëngjesit, pinte kafe I vetëm ndërsa lexonte emaile në celular, dilte në 6, kthehej në 10 të natës, hante diçka shpejt, mbyllej në zyrë dhe shkonte të flinte vetëm pas mesnatë. Fundjavat ishin takime online, darka biznesi, evente bamirësie ku duhej të shfaqej, të buzëqeshte për foto, të shtrëngonte duar. Asnjëherë nuk ndalej. Asnjëherë nuk ja lejonte vetes të ndalej. Por kishte diçka që e bënte të ndjente, qoftë edhe nga larg, se nuk ishte vetëm një makinë për të nënshkruar kontrata. Çdo muaj, Robert merrte raporte të detajuara nga një projekt social që kompania e tij mbante prej gati 10 vjetësh, shkolla Shpresa e Gjallë, e vendosur në zonën lindore të Tiranës, në një lagje të quajtur Lagja e Ullinjve. Ishte një institucion që u shërbente fëmijëve jetim dhe në situatë vulnerabiliteti ekstrem, duke ofruar arsim me orar të plot, 3 vakte në ditë, mbështetje psikologjike dhe aktivitete kulturore. Projekti kishte lindur nga një ide e Elenës, e cila gjithmonë kishte ëndërruar të bënte diçka konkrete për fëmijët që nuk kishin askën. Pasi ajo u nda nga jeta, Robert e shndërroi atë ëndër në një nga investimet më të mëdha sociale të kompanisë. Ristrukturoi ndërtesën, punësoi staf të kualifikuar, bleu pajisje moderne, siguroi fonde për gjithçka. Në intervistat që jepte, gjithmonë e përmendte shkollën si provë se edhe kapitalizmi mund të kishte zemër. Revistat e biznesit e adhuronin historinë.
Investitorët duar trokisnin. Robert e binte veten se ponderonte kujtimin e Elenës. Problemi ishte se ai pothuajse kur nuk shkonte atje. Merrte foto nga eventet, video nga shfaqjet e kërcimit, tabela të performancës akademike, raporte mbi shëndetin e fëmijëve. Gjithçka mbërrinte e organizuar, e bukur, optimiste. Drejtoresha, një grua e quajtur Sënajlo Markë, ishte efikase, dinte të fliste mirë, zotëronte shifrat, fitonte besimin e të gjithëve. Në ato pak herë që Robert ishte shfaqur për të inauguruar një fushë të re sportive apo për të marrë pjesë në një festë fundviti për të bërë foto me shtypin, Sonila e priste me buzëqeshje të gjera, fjalime të përgatitura, fëmijë të stërvitur që këndonin këngë mirëseardhjeje. Ai nënshkruante çeqe, shtrëngonte duar të vogla, pozonte për selfie dhe largohej duke besuar se po përmbushte rolin e tij. Asnjëherë nuk qëndronte aq gjatë sa për të parë se çfarë ndodhte kur kamerat largoheshin. Asnjëherë nuk i pyeste fëmijët se çfarë ndjenin vërtet. Asnjëherë nuk zvarritej nëpër korridore për të dëgjuar atë që nuk ishte në raporte. Teto Konstantina, e cila her pas here guxonte të jepte mendim, ja kishte thënë një mëngjes kur e pa duke shfletuar një tjetër dosje plot me grafika me ngjyra për shkollën. Zoti Robert, ju flisni shumë për këtë shkollë, por pothuajse nuk shkoni kurrë atje. A i njihni vërtet fëmijët që thoni se i mbroni? Robert kishte ngritur syt nga letra, kishte bërë një gjysmë buzëqeshje të lodhur dhe ishte përgjigjur se i besonte stafit, se nuk mund të ishte në të gjitha vendet në të njëjtën kohë. Separat që ai investonte atje ishin më shumë se ç'bënin shumica. Teto Konstantina nuk këmbënguli. Por fjalia mbeti duke ju vërtitur në mendime Robertit në netët kur gjumi vononte të vinte. Ndërkohë, qindra kilometra larg, në zonën lindore të Tiranës, brenda mureve të lyra me të verdhë të shkollës Shpresa e Gjallë, një realitet krejt tjetër shpalosej. Ndërtesa, në fakt, ishte e bukur. Kishte klasa të mëdha, tualete të pastra, bibliotekë të pasur, mens të gjerë me tavolina formike dhe karrige plastike të forta. Në mure, postera me ngjyra me vizatime fëmijësh dhe fraza motivuese. Në obor, një fushë ere sportive, lodra të sapo lyra, kopsht me lule. Për çdo që kalonte nga jashtë apo vinte në vizitë të guiduar, gjithçka dukej perfekte. Por pas fotove zyrtare, brenda klasave, në korridoret e heshtura gjatë orarit të pushimit, në orët e drekës kur dyert mbylleshin, kishte histori që asnjë raport nuk i tregonte. Midis 80 fëmijëve që ndiqnin shkollën, ishte një vajzë që sapo kishte mbushur 5 vjeç. Quhej Ana Clara. Shumë e dobët për moshën e saj, sy të mëdhenj ngjyrë kafe në një fytyrë të vogël dhe të frikësuar, flokë gështenjë të prerë kuturu, rroba të dhuruara që i rinin gjithmonë pak të mëdha. Ana Clara kishte ardhur në shkollë 3 muaj më parë, e sjell direkt nga një qendër strehimi bashkiake pasi ishte gjetur vetëm në një shesh, ulur në një stol, duke mbajtur një kukull lecke të pisë dhe pa një krah. Askush nuk e dinte me siguri se çfarë kishte ndodhur me prindërit e saj. Punonisja sociale që u mor me rastin fliste për braktisje, për histori neglizhence, për traumë të thellë. Vajza pothuajse nuk fliste. Qante lehtë. Shite makthe. Dhe, mbi të gjitha, refuzonte ushqimin. Që kur kishte ardhur, Ana Clara ishte bërë problem për stafin e mensës. Sa herë që afrohej ora e drekës, ajo fillonte të dridhej, të mblidhej kruspull, të kërkonte një cep ku mund të fshihej. Kur e ulnin në tavolinë, ajo e shikonte pjatën sikur të shite diçka kërcënuese. E lëvizte ushqimin me pirun, e shtynte orizin nga njëra anë në tjetrën, e çonte lugën deri te goja dhe e lëshonte para se ta gëlltiste. Kuzhinierët, gratë të moshës së mesme të mësuara të merreshin me fëmijë të vështirë, përpiqeshin ta nxisnin me durim. Hajde, bia ime, vetëm një lugë të vogël. Shiko sa e shijshme është. Fëmijët e tjerë po han, e sheh? Por Ana Clara tunte kokën, kafshonte buzën e poshtme, mbante lotët. Ajo që mori përsipër të merrej me Ana Clarën ishte mësuesja përgjegjëse për grupin e të vejgjelve, një grua rreth të 40-ve e quajtur Eliana Costa. Në pamje të parë, Eliana dukej si lloji edukatores që çdo projekt social do të donte ta kishte. Fliste mirë, kishte një savë të gjatë, diploma të varura në mur, ishte e përpikt, e organizuar, dinte si të sillej në takime me donatorët. Drejtoresha Sonila i besonte verbërisht, gjithmonë e lavdëronte në publik, thoshte se ajo kishte dorë të fortë dhe dinte t'i vinte në rregull fëmijët. Raportet mbi klasën e Elianës ishin gjithmonë të patëmeta. Fëmijët paraqisnin performancë të mirë, mësonin shpejt, bindeshin.
Në vizitat e guiduara, Eliana ishte gjithmonë mësuesja e zgjedhur për të treguar klasën, për të shpjeguar metodologjinë, për të ekspozuar fletore të kuruara. Por pas asaj fasade efikasiteti, Eliana fshihte diçka që ajo vetë e quante metodë korrigjuese. Për të, fëmia i varfër nuk duhej të bënte naze. Fëmia i varfër duhej të falenderonte që kishte një pjatë ushqim përpara. Fëmia i varfër nuk duhej të shpërdoronte. Fëmia i varfër duhej të mësonte që herët se jeta nuk do t'ia shtronte me lule. Dhe kur një fëmijë refuzonte të hante, Eliana nuk shihte teka apo traumë. Shihte mos respekt. Shihte mos mirënjohje. Dhe ndëshkonte. Në fillim ishin ndëshkime të vogla. Nuk e hëngre drekën? Atëherë rri pa luajtur në pushim. Bëre fytyrë të vrenjtur për ushqimin? Atëherë ulu vetëm në tavolinën e fundit. Le oriz në pjatë? Atëherë rri gjysmë ore më shumë në klasë, duke parë murin, duke menduar për atë që bëre. Fëmijët e tjerë e mësuan shpejt se ishte më mirë të gëlltisnin gjithçka, edhe pa uri, sesa të përballeshin me zemërimin e Elianës. Dhe punonjësit e mensës, që ndonjëherë i shihnin skenat dhe ndjenin një shtrëngim në zemër, gjithmonë heshteshin nga koleget më të vjetra që përshpërisnin në korridore. Më mirë mos u përziej, e kuptove? Eliana është e mbrojtura e drejtoreshës. Dhe e financuesit gjithashtu. Po ankove ti del nga puna, jo ajo. Por me Ana Klarën, ndëshkimet u përshkallëzuan. Vajza ishte aq e brish, aq dukshëm e traumatizuar, saqë çdo përpjekje për ta detyruar të hante shndërrohej në një skenë të dhimbshme. Ajo dridhej. Qante. Mbytej. Vilte. Dhe sa më shumë rezistonte, aq më shumë Eliana nervozohej. Derisa, një pasdite të martë, mësuesja vendosi të zbatonte atë që e quajti mësimi final. Gjatë drekës, Ana Klara sërish refuzoi pjatën. Eliana, me krahët e kryqëzuar, priti që të gjithë fëmijët e tjerë të mbaronin. Pastaj, para të gjithëve, mori mbetjet e ushqimit nga tabakat e shokëve. Oriz të ftohtë. Fasulet e ujshme. Copza mishi që askush nuk i donte. Lëkura patatesh. Lëng perimesh tashmë i ftohur. Dhe i hodhi të gjitha në pjatën e Ana Klarës. Vajza e pa atë mal mbetjesh dhe filloi të dëneste. Eliana u përkul, ja kapi fytyrën me njërën dorë, e shtrëngoi paksa sa për të mos lënë shenjë, por mjaftueshëm fort sa për ta lënduar, dhe i tha me zë të ulët e të prerë, do ta hash deri në lugën e fundit. Sepse fëmia i varfër nuk e ka luksin të shpërdorojë ushqim. Njerëz të tjerë kanë uri të vërtet, dhe ti këtu bën naze? Gëlltite. Tani. Ana Klara u përpoq të merrte lugën, por dora i dridhej aq shumë sa e rrëzoi në dy sheme. Eliana mori një tjetër, ia futi në dorë, qëndroi në këmbë pranë saj, me krahët e kryqëzuar, duke e parë. Fëmijët e tjerë, ulur në tavolinat përreth, bënin sikur nuk shihnin. Disa ulnin kokën. Të tjerë hanin në heshtje absolute. E gjithë salla dukej se kishte ndalur së marri frym. Një nga punonjësit e kuzhinës, një grua e quajtur Rozana, që po mblidhte tabakat, ndaloi kur pa skenën. Ndjeu një shtrëngim në zemër. Pa Elianën. Pa Ana Klarën. Deshi të thoshte diçka. Por kujtoi atë që koleget thoshin gjithmonë. Më mirë mos u përziej. Ajo uli syt, mbaroi së mbledhuri tabakat dhe doli nga salla me hapa të shpejt, me fajin që i diqte në gjoks. Ana Klara qëndroi aty për më shumë se një orë. Pjata plot me mbetje të ftohta përpara saj. Lotët rridhnin në heshtje. Eliana kthehej her pas here për të përsëritur urdhrin, për t'i shtrënguar shpatullën, për t'i përshpëritur kërcënime të fshehura. Ha, ose nuk do të dalësh nga këtu. Ha, ose nesër do të jetë më keq. Ha, përndryshe i telefonoi qendrës së strehimit dhe u them se je një vajzë e vështirë që askush nuk arrin ta edukoj. Vajza gëlltiste dënesat. Përpiqej të çonte një lugë në gojë, mbytej, e pështynte. Përpiqej përsëri, i vinte për të vjell pak në gojë, e gëlltiste sërish për të mos e përkeqësuar situatën. Koha kalonte ngadalë si plumb i shkrirë. Ndërkohë, kilometra larg, Robert Berisha dilte nga një tjetër takim, hynte në makinën me shofer, hapte laptopin dhe fillonte të rishikonte kontratat. Teto Konstantina, po atë pasdite, rregullonte shtëpinë e zbrazët, ndërronte çarçafet e shtretërve ku askush nuk flinte, u iste bimët që askush nuk i shihte.
Dhe brenda shkollës shpresa e gjallë që parat e tij e mbanin në këmbë, një vajzë 5 vjeçare mësonte në heshtjen e një mense se bota mund të jetë edhe më mizore se sa i imagjinonte. Atë natë, Ana Klara nuk arriti të flinte. E shtrirë në një nga shtretërit e fjetores kolektive ku qëndronin fëmijët më të vegjël, ajo shikonte tavanin me stomakun të përzier me fytin që i diqte. Pranë saj, vajzat e tjera gërhisnin lehtë, të raskapitura nga dita. Por ajo nuk arrinte t'i mbyllte syt pa parë fytyrën e Elianës, pa ndier shijen e ushqimit të ftohtë dhe të ndenjur, pa dëgjuar fjalët që i rrihnin në kokë. Fëmia i varfër duhet të falenderojë. Fëmia i varfër nuk mund të bëjë naze. Fëmia i varfër duhet të mësojë. Ditën tjetër, modeli u përsëri. Dhe ditën pasardhëse. Dhe tjetrën. Ana Klara filloi të kishte frikë nga çdo orë që përfshinte ushqim. Mëngjesi ishte tension. Zemra ishte ankth. Por dreka ishte terror i pastër. Ajo e dinte se Eliana do të ishte atje, duke e vëzhguar, duke pritur çdo shenjë rezistence për ta shndërruar vaktin në ndëshkim. Dhe dalë nga dalë, vajza që ishte tashmë shumë e dobët filloi të dobësohej edhe më shumë. Rrobat i rrinin edhe më të gjera. Rrathët e zinj nën sy ju thelluan. Shikimi ju bë më i largët. Por askush nuk dukej se e vinte re. Ose ndoshta e vinin re dhe zgjidhnin të mos shinin. Drejtoresha Sonila vazhdonte ta lavdëronte Elianën në mbledhjet e stafit. Raportet vazhdonin të ishin të bukura. Fotot për faqen e internetit të projektit tregonin fëmijë duke buzëqeshur, duke luajtur, duke mësuar. Dhe Robert Berisha vazhdonte të nënshkruante çeqe, duke besuar se paratë e tij po bënin ndryshim, pa imagjinuar se në atë moment të saktë, brenda institucionit që mbante emrin e tij në pllakën e inaugurimit, një fëmijë po shkatërrohej nga brenda në emër të disiplinës. Derisa, një pasdite të enjte, diçka ndryshoi. Robert ishte në zyrë kur Teto Konstantina hyri pa trokitur, gjë që nuk e bënte kurrë. Ai ngriti syt, i habitur. Ajo kishte një shprehje që ai nuk arrinte ta deshifronte. Nuk ishte zemërim. Nuk ishte frikë. Ishte vendosmëri. Zoti Robert, tha ajo, me zërin e prerë të dikujt që ka marrë një vendim të vështirë. E di që do të mendoni se po futem aty ku nuk më takon. Por duhet t'ju them diçka. Sa kohë ka që nuk keni shkuar në atë shkollën për të cilën flisni kaq shumë? Robert rahu qepallat, i çarmatosur nga pyetja e drejtë për drejtë. Mirë, ka disa muaj. Pse? Teto Konstantina kryqëzoi krahët. Sepse ju jetoni duke thënë se po kujdeseni për fëmijë. Por të kujdesesh nga larg nuk është kujdes, zoti Robert. Është vetëm të nënshkruash letra. Dhe letra nuk përqafon askën. Nuk sheh askën në sy. Nuk e sheh nëse gjithçka është vërtet në rregull. Ajo bëri një pauzë, mori frym thellë. Unë mendoj se duhet të bëni një vizitë atje. Pa lajmëruar. Pa këtë historinë e takimit të caktuar të vizitës zyrtare. Thjesht të shkoni. Dhe të shihni se çfarë ndodh kur askush nuk po pret shefin. Robert qëndroi në heshtje. Një pjesë e tij donte ta injoronte. Donte të thoshte se ishte i zënë, se i besonte stafit, se raportet ishin të shkëlqyera. Por kishte diçka në shikimin e Teto Konstantinës, diçka që ai nuk e kishte parë prej shumë kohësh. Shqetësim. Sinqeritet. Dhe një therje e diçkaje që ai vetë ndjente por nuk e pranonte, faj. Ai pa grumbullin e letrave në tavolinë. Pa agjendën e hapur në kompjuter, plot me takime deri në fund të muajit. Dhe atëherë, për herë të parë pas shumë kohësh, Robert Berisha bëri diçka që nuk ishte planifikuar. Ai mbylli laptopin. Mori celularin. I telefonoi Besës. Anulo gjithçka kam sot pasdite, tha ai. Do të bëj një vizitë. Besa, në anën tjetër të linjës, hezitoi. Por zoti Berisha, keni takimin me këshillin në orën 3 dhe pastaj. Anulo, përsëriti Robert, me një ton që nuk linte vend për diskutim. Do të shkoj te shkolla Shpresa e Gjallë. Dhe mos lajmëro askënd atje se do të shkoj. Është surprizë. Teto Konstantina, ende e ndalur në derën e zyrës, i lejoi vetes një buzëqeshje të vogël. Robert mori xhaketën, zbriti në garazh, hyri në makinë. Shoferi e pyeti për destinacionin. Zona lindore, u përgjigj Robert. Lagja e ullinjve.
Dhe ndërsa makina çante trafikun e rënduar të Tiranës, Robert shikonte nga dritarja, duke parë qytetin të ndryshonte pamje ndërsa largoheshin nga qiellgërvishtësit dhe i afroheshin periferisë. Ndërtesat e xhamit u alinin vendin shtëpive prej tullash. Dyqanet e firmave u alinin vendin marketeve të lagjes. Dhe diçka brenda tij, diçka që kishte fjetur prej vitesh, filloi të zgjohej. Nuk ishte siguri. Nuk ishte frikë. Ishte një lloj shqetësimi që ai nuk dinte ta emërtonte, por që ja bënte zemrën të rrite më shpejt me çdo kilometër që i afrohej asaj shkolle që ai thoshte se e mbronte, por që në thelb mezi e njihte. Makina ndaloi para portës së verdhë. Robert zbriti, rregulloi kravatën, mori frym thellë. Dhe e shtyu portën, i vendosur të shihte për herë të parë se çfarë ndodhte kur askush nuk priste të vinte pronari i parave. Recepcionistja e shkollës shpresa e gjallë gati sa nuk e derdhi kafen kur pa Robert Berishën duke hyrë nga dera kryesore. Ajo e njihte atë fytyrën nga fotot që vareshin në zyrën e drejtoreshës, nga videot institucionale që shfaqeshin në mbledhjet e stafit. Zoti Berisha, belbëzoi ajo, duke u ngritur aq shpejt sa karrigia kërciti. Çfarë surprize, nuk na lajmëruat që do të vinit, unë. Duhet të thëras drejtoreshën Sonila, ajo do të doj. Robert ngriti dorën duke ndërprer rrjedhën nervoze të fjalëve. Nuk ka nevojë të thërrisni askënd tani. Thjesht dua të bëj një xhiro, të shoh si janë gjërat. Mos u shqetësoni, e di rrugën. Vajza hapi gojen, e mbylli, nuk dinte nëse mund ta linte të shkonte vetëm, por gjithashtu nuk kishte guxim ta kundërshtonte. Robert përfitoi nga hezitimi i saj dhe vazhdoi përpara, duke përshkuar korridorin kryesor me hapa të sigurt. Muret ishin vërtet të bukura, të lyera me ngjyra të gjalla, plot me vizatime fëmijësh, postera motivues. Fraza si ëndërro lart dhe ti mundesh të binin në sy. Gjithçka shumë e mirë montuar. Gjithçka shumë e rregull. Por kishte diçka në ajër që ai nuk arrinte ta emërtonte, një lloj heshtjeje të rëndë që nuk përputhej me një vend plot me fëmijë. Ai kaloi pranë një klase ku një mësues i edukimit fizik po organizonte topa në shporta. Kaloi pranë një tjetre ku fëmijët më të rritur bënin ushtrime matematike në heshtje absolute. Askush nuk fliste. Askush nuk qeshte. Vetëm zhurma e lapsave në letër dhe tiktaku i orës në mur. Robert rudhi vetullat. Iu duke çuditshme. Por vazhdoi të ecte. Donte të shihte mensën. Donte t'i shihte fëmijët duke ngrënë. Ishte ora e drekës, sipas orës së celularit. 12:15. Ndërsa i afrohej krahut ku ndodhej mensa, aroma e ushqimit u bë më e fortë. Oriz, fasule, diçka e skuqur. Korridori mbaronte në një derë të dy fish prej xhamit të turbullt që të çonte në mens. Robert e shtyu derën ngadalë dhe ndaloi në prag, duke vëzhguar. Salla ishte e madhe, me ndriçim të mirë, me tavolina të gjata të vendosura në rreshta. Fëmijë të moshave të ndryshme ishin ulur, duke ngrënë në një heshtje që ishte gati shqetësuese. Nuk ishte heshtja natyrale e dikujt që është i përqendruar. Ishte heshtja e dikujt që ka frikë. Punonjësit e mensës qarkullonin mes tavolinave, mblidhnin tabakat, pastronin sipërfaqet. Gjithçka shumë e organizuar. Gjithçka shumë e kontrolluar. Por atëherë Robert pa diçka që e bëri të ndalonte frymën për një sekondë. Në cepin më të largët të sallës, në një tavolinë të izoluar, larg fëmijëve të tjerë, ishte një vajzë. Aq e vogël sa këmbët e saj mezi i preknin dy shemen. Aq e dobët sa kockat e shpatullave i dukeshin nën bluzën e gjerë. Dhe para saj, një pjatë që gufonte me ushqim. Nuk ishte ushqim i freskët. Nuk ishte një porcion normal. Ishte një mal pa formë mbetjesh. Oriz i ngjitur, fasule të ftohta, copza mishi që dukeshin sikur kishin ardhur nga tabaka të tjera. Vajza e shikonte atë me sy të zgurdulluar, plot me lot që përpiqej t'i mbante. Duart e vogla i dridheshin duke mbajtur një lugë. Dhe në këmbë pranë saj, me krahët e kryqëzuar, një grua e moshës së mesme, me flokë të mbledhur në një bisht kali të shtrënguar, me shprehje të ashpër, vëzhgonte çdo lëvizje. Ishte Eliana. Robert nuk e njihte personalisht, por e kishte parë emrin e saj në raporte. Mësuesja e vitit. E përkushtuar. E angazhuar. E shkëlqyer me fëmijët.
Ai vëzhgoi ndërsa Eliana u përkul, e afroi fytyrën te fytyra e vajzës dhe tha diçka me zë të ulët që ai nuk arrinte ta dëgjonte, por që e bëri fëmijën të mblidhej edhe më shumë. Vajza u përpoq të çonte një lugë në gojë, por dora i dridhej aq shumë sa ushqimi ra sërish në pjath. Eliana pëshertiu me padurim, ja mori lugën nga dora, e mbushi me ushqim të ftohtë dhe ja afroi gojës së fëmijës me një gest të vrashtë. Robert ndjeu diçka t'i ngjitej në gjoks. Nuk ishte vetëm indinjat. Ishte tmerr. Ishte zemërim. Ishte ndjesia fizike se po shihte diçka thellësisht të gabuar, diçka që nuk duhej të ekzistonte, por që ishte aty, duke ndodhur në dritën e diellit, brenda një vendi që ai e financonte, që mbante emrin e gruas së tij, që ai betohej se e mbronte. Ai hyri në mens me hapa të gjatë. Fëmijët që ishin më afër kthyen kokën, të frikësuar. Punoniset ndaluan atë që po bënin. Dhe Eliana, e cila ende mbante lugën pranë gojës së Ana Klarës, ngriti sytë dhe u zbeh kur pa Robert Berishën duke ardhur në drejtim të saj. Zoti Berisha, filloi ajo, duke lëshuar lugën dhe duke u përpjekur të krijonte një shprehje habje të gëzueshme. Çfarë gëzimi t'ju shohim këtu, ne nuk e dinim që ju. Por Robert nuk po e shikonte atë. Po shikonte vajzën. Sytë e saj ngjyrë kafe të enjtur nga të qarat. Krahët e hollë. Pjatën plot me ushqim që askush nuk duhej të detyrohej ta hante. Ai u përkul në nivelin e fëmijës, duke e injoruar plotësisht Elianën dhe e pyeti me zërin më të butë që mundi, si e ke emrin? Vajza e pa me dyshim, sikur të ishte një kurth. Nuk u përgjigj. Robert këmbënguli. Unë quhem Robert. Po ti? Ana Klara, përshpëriti më në fund një zë i vogël. Ana Klara, përsëriti Robert. A je e uritur? Vajza tundi kokën që jo, ngadalë. Atëherë pse duhet ta hash gjithë këtë? Ajo pa Elianën, me frikë. Pa sërish Robertin. Nuk u përgjigj. Por nuk kishte nevojë. Përgjigjja ishte e stampuar në fytyrën e saj. Robert u ngrit. Pa Elianën. Dhe kur foli, zëri i tij kishte një ton akulli që do të bënte këdo të dridhej. Kush vendosi që ky fëmijë duhet të hajë këtë sasi ushqimi? Eliana u përpoq të buzëqeshte, u përpoq të ruante qetësinë. Zoti Berisha, me gjithë respektin, ne kemi një metodë këtu. Fëmijët duhet të mësojnë të mos shpërdorojnë, të falenderojnë për atë që kanë. Ana Klara ka zakon të bëjë naze në orën e vakteve, kështu që unë aplikoj një përforcim edukativ që ajo të kuptoj se. Përforcim edukativ? E ndërpreu Robert, zëri duke ju ngritur një ton. Ju e quani këtë përforcim edukativ? A i mori pjatën para Ana Klarës dhe e ngriti që të gjithë në sallë ta shihnin. Këtu janë mbetje ushqimit të fëmijëve të tjerë. Këto janë të ftohta. Ky nuk është ushqim, është ndëshkim. Dhe nëse dikush në këtë sallë mendon se të detyrosh një fëmijë 5 vjeçar të gëlltisë këtë është edukim, atëherë kemi një problem shumë serioz. Heshtja që ra mbi mens ishte e dendur, e rëndë. Fëmijët shikonin me sy të zgurdulluar. Punonjësit mbetën të paralizuara. Eliana u përpoq të argumentonte, zëri duke filluar t'i dridhej. Zoti Berisha, unë vetëm po përpiqesha të mësoja përgjegjësi, unë. Mjaft, e preu Robert, thatë. Mjaft me shpjegime. Mjaft me metoda. Mjaft. Ai e vendosi pjatën sërish në tavolinë, por larg Ana Klarës. Pastaj u përkul përsëri në nivelin e vajzës dhe i zgjati dorën. A do të vish me mua? Fëmia e pa atë dorë të madhe, të rrituri dhe për një çast u duk se do të tërhiqej. Por kishte diçka në shikimin e Robertit, diçka që ajo nuk e kishte parë kur më parë të asnjë i rritur në atë vend. Nuk ishte zemërim kundër saj. Nuk ishte padurim. Ishte shqetësim. Ajo zgjati dorën e vogël drithëruese dhe e vendosi brenda dorës së tij. Robert e ngriti në krah me kujdes, duke ndjerë sa pak peshonte, sa e brisht ishte. Ajo u kap pas tij instinktivisht, duke fshehur fytyrën në shpatullën e tij. Robert u kthye nga punonjësit që vëzhgonin skenën të shokuara. A e dinte dikush këtu se çfarë po ndodhte? Njëra prej tyre, Rozana, e njëjta që kishte parë skenën ditë më parë dhe nuk kishte pasur guxim të denonconte, bëri një hap përpara, me zërin që i dridhej. Unë e kam parë disa herë, po. Por thanë se ishte më mirë të mos flisnim, se mësuese Eliana ishte e mbrojtur, se. Robert e ndërpreu me një gjest.
A ke prova? Rozana hezitoi. Pastaj e turpëruar por e vendosur nxori celularin nga xhepi I përparses. E kam regjistruar. Një ditë tjetër. Mendova se nëse askush nuk do të bënte gjë, të paktën unë do të kisha diçka për të treguar, në rast se një ditë ma dërgo këtë video. Tani, urdhëroi Robert, duke I dhënë numrin e tij të celularit. Rozana, me duart që I dridheshin, u bin. Ndërkohë, drejtoresha Sonila më në fund mbërriti në mens, e lajmëruar nga recepcionistja. Hyri me nxitim, duke u përpjekur të kuptonte se çfarë po ndodhte, dhe ndaloi si e ngrirë kur pa Robert Berishën duke mbajtur një fëmijë në krah, me fytyrën më të vrenjtur që ajo kishte parë ndonjëherë. Zoti Berisha, çfarë po ndodh këtu? Robert e pa drejt e në sy. Ajo që po ndodh, Sonila, është se sapo zbulova se kjo shkollë, që unë e financoj, që mban emrin e gruas sime, lejonte që një mësuese të torturonte fëmijët. Dhe ti, si drejtoresh, ose e dije dhe ishe bashkëpunëtore, ose nuk e dije dhe ishe e paftë. Në të dyja rastet, kemi një problem shumë të rëndë. Sonila u zbe. Tortur është një fjalë shumë e fortë, zoti Berisha. Jam e sigurt se ka pasur një keqkuptim. Mësuese Eliana është një nga më të mirat tona, ajo ka vite përvojë, unë. Përvojë në çfarë? Në poshtërimin e fëmijëve? E preu Robert, zëri I ngarkuar me një furi të kontrolluar që ishte edhe më e frikshme se një britm. Sa po pash një fëmijë 5 vjeçar të detyrohej të hante mbetje të ftohta ushqimi nga tabaka të tjera ndërsa qante nga frika. Ky nuk është edukim. Kjo është mizori. Dhe nëse kjo po ndodh me të, sa fëmijë të tjerë kanë kaluar të njëjtën gjë? Sonila u përpoq të fliste, por Robert tashmë po dilte, duke marrë Ana Klarën me vete. Mos prekni asgjë këtu, urdhëroi ai, duke u kthyer me shpinë. Asgjë. Do të sjell dik të hetoj gjithçka. Dhe nëse zbuloj se ka pasur raste të tjera, se ka pasur mbulim, se ka pasur njerëz që kanë bërë sikur nuk kanë parë, ju do të përgjigjeni për këtë. Të gjitha ju. Ai përshkoi mensën, doli në korridor, kaloi pranë recepcionit ku vajza ishte ende e paralizuar nga frika, shtyu derën e xhamit dhe doli në dritën e diellit. Shoferi, që priste në makinë, pa shefin të vinte me një fëmijë në krah dhe zgurdulloi sy. Robert hapi derën e pasme, u ul, ende duke mbajtur Ana Klarën në gjoks. Për në spitalin amerikan, tha ai. Dhe telefono Teto Konstantinën. Thuaj të përgatis një dhomë në shtëpi. Do të kemi një vizitore. Shoferi nuk bëri pyetje. Ndezi makinën dhe I dha gaz. Gjatë rrugës, Ana Klara qëndroi e qetë, e mbledhur kruspull pas Robertit, ende duke u dridhur. Ai nuk e dinte mirë se çfarë të bënte. Nuk ishte mësuar me fëmijë. Nuk kishte fëmijë. Nuk kishte nipër e mbesa të vogla. Hera e fundit që kishte mbajtur një fëmijë në krah kishte qenë në një festë bamirësie, vetëm për foto. Por tani, me atë trup të vogël që I dridhej, ndjeu një val emocionesh që nuk e priste. Ndjeu faj. Ndjeu zemërim me veten. Ndjeu një nevojë urgjente për ta rregulluar atë, për ta mbrojtur atë vajzë, për të siguruar që askush tjetër të mos e prekte në atë mënyrë. Ana Klara, tha ai me zë të ulët. A je mirë? Ajo nuk u përgjigj. A je e uritur? Ajo tundi kokën që jo. Etje? Ajo hezitoi, pastaj tundi kokën që po. Ai kërkoi shoferit të ndalonte në një pikë karburanti, bleu një shishe të vogël ujë, u kthye në makinë dhe ja ofroi asaj. Ana Klara e mori me të dyja duart, piu një glënjik të vogël, pastaj një tjetër. Robert vuri re se edhe pirjen e bënte me frikë, sikur priste që dikush t'i bërtiste në çdo moment. Do të shkojmë te mjeku, në rregull? Tha ai, duke u përpjekur të tingëllonte qetësues. Vetëm për të parë nëse je mirë. Askush nuk do të lëndoj. Të premtoj. Në spital, Robert kërkoi që stafi t'i bënte të gjitha ekzaminimet e mundshme. Pediatër, nutricionist, psikolog. Gjithçka. Ndërsa prisnin rezultatet, ai ul në një karrige në dhomën e pritjes, me Ana Klarën ende në krah, sepse ajo nuk donte të zbriste. Mori celularin dhe filloi të bënte telefonata. I telefonoi avokatit të kompanisë. I telefonoi punonjëses sociale të besuar që kishte punuar me fondacionin në projekte të tjera. I telefonoi një gazetari investigativ që e njihte.
I telefonoi policisë dhe bëri një kallëzim. Dhe ndërsa bënte gjithë këtë, shikonte vajzën e fjetur në gjoksin e tij dhe ndjente një peshë të madhe mbi supe. Si e kishte lejuar të ndodhte kjo? Si kishte besuar kaq shumë në raporte të bukura, në foto të qeshura, në fjalë boshe? Kur mjeku më në fund i thiri, Robert hyri në zyrë duke mbajtur Ana Clarën për dore. Pediatri, një burr i moshës së mesme me syze me skelet të trash dhe sjellje të butë, e ekzaminoi vajzën me kujdes. I kërkoi të hipte në peshore. Shënoi peshën. Rudhi vetullat. Pa analizat e gjakut që tashmë ishin bërë. Pa Robertin. Ajo është me kequshqyrje të rëndë, tha ai, pa e zgjatur. Pesha shumë në normën e pritur për moshën. Anemi. Shenja stresi kronik. Dhe këtu, tregoi ai një imazh në kompjuter, ka indikacione se mund të jetë duke zhvilluar një ulqer. Tek një fëmijë 5 vjeçar, kjo nuk është normale. Zakonisht tregon se ajo është nënshtruar situatave të stresit ekstrem të lidhura me ushqyerjen e detyruar ose privimin. Robert ndjeu vrerin t'i ngjitej në fy. A do të shërohet? Mjeku hezitoi. Fizikisht, po. Me ndjekje të duhur, ushqim të ekuilibruar dhe pa presion, ajo mund ta rifitoj peshën dhe shëndetin. Por psikologjikisht ai bëri një pauzë. Ajo do të ketë nevojë për shumë mbështetje. Terapi. Ambient të sigurt. Kohë. Fëmijët që kalojnë këtë lloj traume i mbajnë shenjat për një kohë të gjatë. Robert tundi kokën me nofullën të shtrënguar. Ajo do t'i ketë të gjitha këto. Unë e garantoj. Kur u kthyen në makinë, ishte tashmë pasdite vonë. Dielli fillonte të perëndonte, duke e ngjyrosur qiellin me portokalli dhe rozë. Ana Clara ishte zgjuar tani, por ende nuk fliste shumë. Robert i telefonoi Teto Konstandinës duke e lajmëruar se po vinin. Teto Konstandina, e cila tashmë kishte përgatitur një nga dhomat e miqve me çarçaf të pastër, arush pelushi që i kishte blerë me nxitim në një dyqan afër shtëpisë dhe rroba fëmijësh që ja kishte huazuar një fqinje. Priste në derë kur makina ndaloi në garazh. Ajo zbriti shkallët e hyrjes, hapi derën e pasme të makinës dhe pa vajzën. Zemra i u shtrëngua. Ana Clara e pa atë zonjë me flokë të thinjur dhe fytyrë të rumbullakët me dyshim. Teto Konstandina u përkul, bëri një buzëqeshje të butë. Përshëndetje, vogëlushe. Unë jam Konstandina. Duhet të jesh e lodhur, apo jo? A do të bësh një dush të ngrohtë dhe të hash diçka të shijshme? Ana Clara nuk u përgjigj. Por as nuk u tërhoq kur Teto Konstandina i zgjati dorën. Atë natë, vila që prej vitesh dukej si një muze i ftohtë më në fund mori jetë. Teto Konstandina i bëri dush Ana Clarës me kujdes, ja lau flokët me shampo kamomili, e thau me një peshqir të butë, e veshi me një këmish nate që i rinte e madhe por ishte e pastër dhe me aromë të mirë. Robert, i cili vëzhgonte nga larg pa ditur mirë si të ndihmonte, përgatiti një pjatë të thjeshtë, një copë të vogël buke me gjalp, një gotë qumësht të vakët, disa feta djathtë të bardhë. Asgjë që të dukej si vakt i detyrueshëm. Asgjë që mund ta friksonte. Ja ofroi asaj në dhomë, ulur në cep të krevatit. Nuk ke nevojë ta hash nëse nuk do, tha ai. Por nëse do, ja ku është. Ana Clara pa ushqimin. Pa atë. Dhe, ngadalë, mori një copës të vogël buke. E hëngri. Robert ndjeu një lehtësim të madh. Ndërsa Ana Clara flinte në një krevat të vërtet, për herë të parë pas muajsh pa frikën se do ta zgjonin me britma apo ndëshkime, Robert zbriti në zyrë dhe hapi laptopin. Kishte qindra emaile, mesazhe nga drejtoresha Sonila që kërkonte një takim urgjent. Mesazhe nga Eliana që përpiqej të justifikojë. Mesazhe nga departamenti ligjor i kompanisë që kërkonin udhëzime se si të vepronin. Robert i injoroi të gjitha. Hapi videon që i kishte dërguar Rozana dhe e pa. Imazhi ishte i dridhur, i filmuar nga larg, por shihej gjithçka. Eliana duke hedhur ushqim në pjatën e Ana Clarës. Eliana duke e detyruar vajzën të hante. Ana Clara duke qarë. Fëmijët e tjerë duke parë në heshtje, me frikë. E gjithë salla e paralizuar. Robert ndjeu një val zemërimi aq të fortë sa ju desh të mbyllte sytë dhe të merrte frym thellë. Kur i hapi përsëri, i shkroi një email avokatit me një subjekt të vetëm, proces i plot kundër Eliana Kostës dhe hetim total i shkollës Shpresa e Gjallë.
Në trupin e emailit bashkëngjiti videon dhe shkroi, dua që gjithçka të hetohet. Kamerat e sigurisë. Dëshmit e punonjësve. Raportet e vjetra. Gjithçka. Dhe dua që policia të njoftohet zyrtarisht. Nuk dua të mbuloj më asgjë. Shtypi dërgo dhe mbylli kompjuterin. Teto Konstantina u shfaq në derën e zyrës me 2 filxhan çaj. I dha njërin atij dhe u ul në koltukun përballë. Si është ajo? Pyeti Robert. Po fle, u përgjigj teto Konstantina. Duhet të jetë e raskapitur. E shkreta. Kaq e vogël dhe ka kaluar kaq shumë. Ata qëndruan në heshtje për një moment duke pirë çaj. Pastaj Robert foli me zë të lodhur. Duhej të kisha shkuar më parë. Duhej ta kisha parë. Teto Konstantina tundi kokën. Nuk ka kuptim të fajsosh veten tani, zoti Robert. E rëndësishme është që e patë. Dhe bëtë diçka. Shumë njerëz shohin dhe bëjnë sikur nuk shohin. Ju nuk bëtë sikur nuk patë. Po të ishit në vendin e Robertit, a do të kishit vepruar në të njëjtën mënyrë apo do të kishit bërë diçka ndryshe? Na tregoni në komente. Në ditët në vijim, historia filloi të dilte. Dikush nga shkolla, ndoshta një punonjëse, i tregoi një të njohuri që punonte në një portal lajmesh. Titulli kryesor doli të hënën në mëngjes, biznesmeni milioner denoncon keqtrajtimin në shkollën që ai vetë financonte. Lajmi u përhap si zjarri. Rrjetet sociale shpërthyen. Gazetarët telefononin pa pushim. Kamerat televizive u vendosën para shkollës. Prindër të fëmijëve të tjerë filluan të shfaqeshin duke kërkuar shpjegime, duke dashur të dinin nëse edhe fëmijët e tyre ishin keqtrajtuar. Drejtoresha Sonila u përpoq të jepte një intervistë duke mbrojtur institucionin, por historia e videos tashmë kishte dalë dhe ajo nuk arriti ta mbante narrativën se gjithçka ishte një keqkuptim. Policia hapi hetim zyrtar. Eliana u pezullua, u padit për keqtrajtim dhe torturë psikologjike. Denoncimet të tjera filluan të shfaqeshin. Një nën tha se i biri kthehej nga shkolla me shenja ndëshkimi. Një tjetër tha se e bija kishte zhvilluar panik nga ushqimi. Punonjësit që më parë kishin frikë të flisnin filluan të jepnin dëshmi. Prokurori publik mori përsipër çështjen. Shtypi bëri reportazhe speciale. Robert refuzoi të gjitha intervistat. Nuk donte vëmendje. Nuk donte të quhej hero. Vetëm donte që Ana Klara të ishte mirë. Dhe dalë nga dalë, brenda asaj shtëpie që më parë ishte e zbrazët, diçka e re filloi të rritej. Ana Klara ende shite makthe. Ende dridhej në orën e vakteve. Por filloi të besonte. Filloi të buzëqeshte her pas here. Filloi ta quante teto Konstantinën teto Kosta. Dhe Robert, i cili kur nuk ishte quajtur baba nga askush, ndjeu për herë të parë se ndoshta, vetëm ndoshta, ai mund të mësonte të ishte diçka më shumë se një burr që nënshkruan çeqe. Transformimi sapo kishte filluar. Dhe rruga do të ishte e gjatë. Por për herë të parë pas shumë kohësh, Robert Berisha nuk po ikte. Ai po qëndronte. Dhe kjo, zbuloi ai, bënte të gjithë diferencën. Ditët e para të Ana Klarës në shtëpi ishin një përzierje frike dhe zbulimi. Ajo zgjohej natën vonë, e frikësuar, pa kuptuar se ku ishte. Ngrihej nga krevati me kujdes, sikur të kishte frikë të bënte zhurmë, dhe qëndronte në mes të dhomës, duke u dridhur. Ishte në një nga këto netë që Robert, i cili gjithashtu nuk po arrinte të flinte mirë, dëgjoi një zë të lehtë që vinte nga korridori. U ngrit, veshi robdishanin dhe doli nga dhoma. Gjeti Ana Klarën të ndalur në korridorin e errët me këmish nate, e përqafuar me kukullën prej lecke që teto Konstantina e kishte gjetur në një baule me gjëra të vjetra. Hej, tha ai me zë të ulët për të mos e trembur. A je mirë? Ana Klara u hodh përpjet, u kthye nga ai me sy të zgurdulluar. Më fal, përshpëriti ajo me zërin e hollë dhe të tmerruar. Nuk doja të bëja zhurmë, unë vetëm. Gjithçka në rregull, e ndërpreu Robert, duke u gjunjëzuar për të qenë në nivelin e saj. Nuk ke bërë asgjë të gabuar. Mund të bësh zhurmë këtu. Mund të ecësh nëpër shtëpi. Mund të shkosh në kuzhinë, mund të shkosh në sallon. Kjo është shtëpia jote tani. Ana Klara e pa me dyshim, sikur nuk e besonte. Shtëpia ime? Përsëriti ajo. Robert tundi kokën.
Shtëpia jote. Atë natë, ai bëri diçka që nuk e kishte bërë kur në jetë. U ul në dyshemen e korridorit, mbështeti shpinën në mur dhe qëndroi aty, thjesht duke i bërë shoqëri. Ana Klara, pas pak kohe, u ul pranë tij, e mbështetur gjithashtu. Qëndruan kështu për gjysmë ore në heshtje, derisa ajo filloi të ra qepallat ngadalë dhe koka i ra anash, duke u mbështetur në shpatullën e tij. Robert mbeti i ngrirë, pa ditur nëse duhej të lëvizte apo jo. Vendosi të mos lëvizte. Qëndroi aty derisa ajo fjeti plotësisht. Pastaj, me kujdes, e mori në krah, e çoi sërish në dhomë dhe e shtriu në krevat. Ajo u struk mes jastëkëve, duke mbajtur kukullën. Robert i tërhoqi batanien deri te mjekra dhe doli nga dhoma në heshtje, duke ndier diçka të çuditshme dhe të panjohur në gjoks. Diçka që i ngjante përgjegjësisë, dashurisë, qëllimit. Të nesërmen në mëngjes, Teto Konstantina përgatiti një mëngjes të thjeshtë. Byrek me djath, fruta të prera, lëng portokalli. Asgjë që të kujtonte mensën. Asgjë që të dukej e detyrueshme. I vendosi të gjitha në një tavolinë të ulët në verandë, ku dielli hynte butësisht dhe zogjt këndonin jashtë. Ana Klara zbriti shkallët ngadalë, duke u mbajtur te parmaku, ende dyshuese. Kur pa tavolinën, ndaloi. Pa Teto Konstantinën. A duhet t'i ha të gjitha? Pyeti ajo, me zërin që i dridhej. Jo, shpirti im, u përgjigj Teto Konstantina, me zemrën që i shtrëngohej. Ti ha çfarë të duash. Nëse nuk do të hash asgjë, edhe kjo është në rregull. Askush nuk do të detyroj. Ana Klara u afrua ngadalë, si një kafshës e trembur. Pa frutat. Mori një copë shalqi. E hëngri. Pritit ndonjë reagim. Asgjë. Teto Konstantina vetëm buzëqeshi, vazhdoi të rregullonte peshqiret që kishte sjell nga lavanderia. Ana Klara mori një copë tjetër. E hëngri. Dhe atëherë, për herë të parë pas shumë kohësh, hëngri sepse deshi. Hëngri ngadalë, duke e shijuar. Hëngri pa frikë. Robert, i cili vëzhgonte nga larg, u ul në tavolinë dhe mori një byre. E shishme, apo jo? Komentoi ai, si pa të keq. Ana Klara tundi kokën, me gojen plot. Robert buzëqeshi. Ishte një buzëqeshje e vogël, por e vërtetë. Dhe Ana Klara, duke parë atë buzëqeshje, rrezikoi edhe ajo një. Të vogël. Të ndrojtur. Por ishte aty. Ditët kaluan dhe rutina filloi të përshtatej. Robert anuloi takime, riprogramoi mbledhje, delegoi përgjegjësi që më parë nuk i delegonte. Për herë të parë në jetën e tij si i rritur, puna nuk ishte më prioriteti numër 1. Ai i kalonte mëngjeset në shtëpi. Pinte kafe me Ana Klarën. Shikonte filma vizatimor me të në sallon, gjë që nuk e kishte bërë kur në jetë. Zbuloi se asaj i pëlqente të ngjyroste. Bleu kuti me lapsa me ngjyra, fletore vizatimi, bojra. Teto Konstantina krijoi një cep arti në dhomën e ndenjes, me një tavolinë të vogël ku Ana Klara mund të ulej dhe të krijonte çfarë të donte. Dhe Ana Klara filloi të vizatonte. Në fillim, vetëm shtëpi. Shtëpi të vogla, me dritare dhe dyrë. Gjithmonë me ngjyra. Gjithmonë me diell. Robert e pyeti një ditë, pse vizatonte kaq shumë shtëpi. Ajo e pa me ata sy të mëdhenj ngjyrë kafe dhe i tha, sepse shtëpia është vendi ku jemi të sigurt. Robert ndjeu një ny në fyt. A ndihesh e sigurt këtu? Pyeti ai. Ana Klara mendoi, kafshoi lapsin, pastaj tundi kokën. Besoj se po. Më shumë se më parë. Kjo përgjigje, kaq e thjeshtë dhe kaq e thellë, i mbeti duke i bërë jehon në kokë Robertit për pjesën tjetër të ditës. Ndërkohë, jashtë asaj fluske shërimi, bota vazhdonte në trazira. Çështja kundër Eliana Kostës përparonte. Prokuroria mblodhi dëshmi, raporte mjekësore, regjistrime. Familje të tjera të fëmijëve që kishin kaluar nëpër atë shkollë filluan të padisnin gjithashtu. Shkolla Shpresa e Gjallë u mbyll përkohësisht ndërsa i nënshtrohej një auditimi të plotë. Sonila, drejtoresha, u pezullua dhe gjithashtu po përballej me një proces për neglizhencë. Punonjësit u thirrën për të dëshmuar. Shtypi vazhdonte të mbulonte gjithçka, duke bërë reportazhe speciale mbi abuzimin institucional, mbi si të identifikohen shenjat e keqtrajtimit, mbi përgjegjësinë e atyre që financojnë projekte sociale.
Robert refuzoi të jepte intervista personale, por autorizoi zyrën e tij të shtypit të lëshonte një komunikat zyrtare. Në të, ai merrte përgjegjësinë për mosndjekjen nga afër të funksionimit të shkollës, u kërkonte falje publike familjeve të fëmijëve që ishin dëmtuar dhe njoftonte se e gjithë struktura e projektit do të riformulohej me fokus në transparencë, ndjekje psikologjike rigoroze dhe mbikëqyrje të pavarur. Gjithashtu njoftoi krijimin e një fondacioni të dedikuar posaçërisht mbrojtjes së fëmijëve në institucione, me një linjë direkte denoncimesh anonime dhe ekipe psikologësh të gatshëm për të trajtuar viktimat e abuzimit. Komunikata gjeneroi reagime të përziera. Një pjesë e opinionit publik e lavdëroi për guximin për të pranuar gabimin dhe për të vepruar. Një pjesë tjetër e kritikoi, duke thënë se ai veproi vetëm sepse e pa me sytë e tij, por që për vite me radhë kishte qenë neglizhent. Robert i lexonte kritikat dhe pajtohej me to ai kishte qenë neglizhent. Kishte besuar shumë te raportet, shumë pak te prania. Dhe tani po paguante çmimin për këtë. Por çmimin më të madh, e dinte, e kishte paguar Ana Clara dhe të gjithë fëmijët e tjerë që kishin vuajtur në heshtje, ndërsa ai nënshkruante çeqe duke u ndier bamirës. Një pasdite, ndërsa Ana Clara vizatonte në sallon, Robert mori vizitën e Marianës, punonjëse sociale që po ndiqte rastin. Ishte një grua rreth të 30-tave, me flok kaçurel të mbledhur në një topuz, me shikim të vëmendshëm dhe të butë. Ajo kishte ardhur për të vlerësuar kushtet e qëndrimit të Ana Clarës në shtëpi dhe për të biseduar për hapat e ardhshëm. U ulën në verandë, me kafe dhe kek që teto Konstantina kishte përgatitur. Ana Clara qëndroi në sallon, e përqendruar te vizatimet, por her pas here hidhte shikime në drejtim të tyre. Mariana filloi duke bërë pyetje për rutinën. Si po shkonte përshtatja? Nëse Ana Clara po hante siç duhet? Nëse kishte parë makthe? Robert u përgjigj për gjithçka me sinqeritet. Tregoi për netët kur ajo zgjohej e frikësuar. Për frikën që ende kishte nga ushqimi. Për përparimet e vogla, si buzëqeshja e ndrojtur herën e parë që hëngri shalqi pa frikë. Mariana shënonte gjithçka, tundi kokën me mirë kuptim. Zoti Berisha, tha ajo, pas pak. Duhet të bisedojmë për diçka të rëndësishme. Ligjërisht, Ana Clara është ende nën kujdestarinë e shtetit. Ju e sollët këtu në një situatë emergjence, gjë që ishte absolutisht e drejtë. Por tani duhet ta formalizojmë situatën e saj. Robert u përkul përpara. Ajo që duhet të dini është kjo, ka disa opsione. I pari do të ishte kthimi i saj në sistemin e përkujdesjes, në një qendër strehimi të ndryshme nga ajo e mëparshmja, ndërsa kërkohet një familje birësuese. Para se Robert të mund të protestonte, Mariana ngriti dorën. E di se çfarë do të thoni. Dhe e kuptoj. Vajza ka krijuar një lidhje me ju. Kjo është e dukshme. Por ka një opsion tjetër. Ju mund të kandidoni për të qenë familja e saj kujdestare në mënyrë të përkohshme, ndërsa procesi vazhdon. Dhe pastaj, nëse gjithçka shkon mirë, mund të filloni procesin e birësimit. Birësim. Fjala mbeti pezull në ajër. Robert kur nuk kishte menduar të birësonte. Kur nuk kishte menduar të bëhej baba. Elena dhe ai kishin biseduar për të pasur fëmijë, por ajo u sëmur para se të mund ta konkretizonin këtë plan. Dhe pasi ajo u nda nga jeta, ideja dukej se vdiq bashkë me të. Por tani, duke parë vajzën që vizatonte në sallon, vajzën që flinte duke mbajtur kukullën prej lecke, vajzën që kishte filluar t'i kthente buzëqeshjen, Robert kuptoi se ajo nuk ishte më një ide abstrakte. Ishte reale. Ishte e prekshme. Ishte Ana Clara. Dua, tha ai, me zë të prerë. Dua të kandidoj për familje kujdestare. Dhe pastaj, nëse ajo dua ta birësoj. Mariana buzëqeshi. E prisja që do ta thonit këtë. Por dua që ta kuptoni, nuk do të jetë e lehtë. Do të ketë vlerësime, vizita, intervista. Do të vënë në dyshim nëse një burr beqar mund të rrisë një vajzë i vetëm. Do të vënë në dyshim motivet tuaja. Do të shikojnë rutinën tuaj, shtëpinë tuaj, historikun tuaj. Dhe Ana Clara gjithashtu do të kalojë në përndjekje psikologjike për të kuptuar nëse ajo vërtet e dëshiron këtë. Asgjë nuk është e garantuar. Robert tundi kokën. E kuptoj. Dhe jam gati. Në javët në vijim, shtëpia u kthye në një paradë profesionistësh. Psikolog që bisedonin me Ana Clarën.
punonjës social që vlerësonin ambientin, pediatër që ndiqnin shërimin e saj. Robert hapi gjithçka. U përgjigj të gjitha pyetjeve, sado ndërhyrëse të ishin. Tregoi rutinën, ushqimin, dhomën që kishte përgatitur për të. Edhe teto Konstantina u intervistua, foli se si vajza po zhvillohej, si po shtonte peshë, si makthet po ralloheshin. Dhe dalë nga dalë, Ana Klara filloi të fliste më shumë. Filloi të tregonte për kohën në shkollë, për mësuese Elianën, për frikën që ndjente sa herë shite një pjatë ushqim, për faktin se askush nuk e ndihmonte sepse të gjithë kishin frikë. Psikologjia që ndiqte rastin, doktoresha Besa, një grua me flokë të bardhë dhe zë të ëmbël, punonte me të duke përdorur vizatime, lojra, biseda të lehta. Asnjëherë nuk e detyronte. Asnjëherë nuk i bënte presion. Dhe dalë nga dalë, Ana Klara filloi të hapej. Filloi të nxirrte jashtë dhimbjen që mbante brenda. Dhe filloi, gjithashtu, të shërohej. Një ditë, doktoresha Besa kërkoi të bisedonte vetëm me Robertin. U ulën në zyrë, ajo me një dosje plot me shënime. Zoti Berisha, filloi ajo. Mendoj se është e rëndësishme që ju të kuptoni shtrirjen e traumës që ka përjetuar Ana Klara. Ajo nuk është keq trajtuar vetëm fizikisht, megjithse kequshqyrja dhe shenjat e stresit janë të rënda. Ajo është traumatizuar psikologjikisht. I është mësuar se të hash ishte ndëshkim, se dhimbja e saj nuk kishte rëndësi, se të rriturit ishin figura kërcënuese. Kjo lë shenja të thella. A do të shërohet? Pyeti Robert me zë të tensionuar. Me kohë, po, u përgjigj doktoresha Besa. Por do të jetë një proces i gjatë. Ajo do të ketë rikthime. Do të ketë ditë të këqija. Do të ketë momente kur frika do të kthehet. Dhe ju duhet të jeni i përgatitur për këtë. Duhet të keni durim. Duhet të kuptoni se dashuria e vetme nuk e shëron traumën. Nevojitet qëndrueshmëri, prani, terapi, kohë. Robert përthithi çdo fjalë. Do të bëj çfarëdo që të nevojitet, tha ai. Dhe doktoresha Besa e besoi. Ajo e shihte në seanca se si ai po ndryshonte. Si po mësonte të ishte kujdestar. Si po pushonte se qeni biznesmeni i ftohtë dhe i largët dhe po bëhej dikush i pranishëm, i vëmendshëm, i gatshëm të gabonte dhe të mësonte. Ajo shihte gjithashtu se si Ana Klara po ndryshonte. Si kishte filluar ta quante atë Xhaxhi Robert. Si vraponte drejt tij kur ai vinte në shtëpi. Si i kërkonte t'i lexonte përralla para gjumit, gjë që në fillim nuk e kërkonte fare. Dhe Robert zbuloi se të lexoje përralla për një fëmijë 5 vjeçar ishte një nga gjërat më të rëndësishme që kishte bërë ndonjëherë në jetë. Zbuloi se të uleshe në dysheme për të bërë puzzle vlente më shumë se çdo takim biznesi. Zbuloi se buzëqeshja e Ana Klarës kur ajo mësonte diçka të re ishte më shpërblyese se çdo kontratë e nënshkruar. Zbuloi, më në fund, atë që Elena ishte përpjekur t'i thoshte kaq shumë vite më parë, se suksesi nuk matet me para, por me prani. Me momente. Me gjeste të vogla që ndërtojnë lidhje të mëdha. 3 muaj pas shpëtimit, Mariana u kthye me një lajm. Procesi i kujdestarisë së përkohshme ishte miratuar. Ana Klara mund të qëndronte zyrtarisht me Robertin ndërsa procesi i birësimit ishte në zhvillim e sipër. Por kishte një kusht, ai duhej të reduktonte në mënyrë drastike ngarkesën e punës, të garantonte se do të kishte kohë për të garantonte se nuk do të ishte një rritje e deleguar të dado dhe punonjës. Robert nuk hezitoi. Po atë javë, e promovoi zëvendës presidentin e kompanisë në CEO, mori vetëm rolin e këshilltarit strategjik, e reduktoi orarin e punës në 3 ditë në javë. E shiti vilën e madhe dhe bleu një shtëpi më të vogël, më komode, në një zonë të qetë pranë një liçeni, larg kaosit të qytetit të madh. Ndryshimi ishte çlirues. Shtëpia e re nuk kishte ftohtësinë së vjetrës. Ishte një katëshe me verandë që shikonte nga liçeni, obor me pemë, kuzhinë të madhe ku teto Konstantina përgatiste ushqim shtëpie dhe Ana Klara ndihmonte të përziente brumin e kekut. Kishte më pak luks, por kishte më shumë jetë. Robert zgjohej në mëngjes dhe shihte diellin të lindte mbi ujë. Pinte kafe me Ana Klarën në verandë. E çonte në shkollën e re, një institucion i vogël privat ku ajo po ndiqej nga afër nga një staf i ndjeshëm ndaj historisë së saj. E merrte në fund të pasdites. Luanin në obor. E ndihmonte me detyrat e shtëpisë.
Hante darkë me të dhe teto Konstandinën, të tre duke biseduar për ditën. Dhe natën, para gjumit, i lexonte për ralla. Ndërkohë, procesi gjyqësor kundër Eliana Kostës arriti në fazën e gjykimit. Provat ishin dërmuese. Video, dëshmi, raporte mjekësore. Mbrojtja e saj u përpoq të argumentonte se gjithçka ishte metodë edukative, se nuk kishte qëllim për të shkaktuar dëm. Por prokurori e çmontoi çdo argument, duke treguar se ajo nuk ishte edukim, ishte abuzim sistematik. Se fëmijët kishin zhvilluar çrregullime të ngrënies, panik, traumë. Se Eliana e dinte se çfarë po bënte dhe zgjodhi të vazhdonte. Juria nuk u vonua. Eliana u dënua për keqtrajtim dhe torturë psikologjike, humbi të drejtën për të dhënë mësim, u dënua me një dënim me kush dhe ndjekje të detyrueshme. Vendimi doli në gazeta. Robert e lexoi dhe ndiu një përzierje drejtësie dhe trishtimi. Drejtësi sepse më në fund pati përgjegjësi. Trishtim sepse e dinte se asnjë dënim nuk do ta fshinte atë që Ana Klara dhe kaq shumë fëmijë të tjerë kishin përjetuar. Shkolla Shpresa e Gjallë u ristrukturua plotësisht. Drejtori e re, staf i ri, protokoll i ri sigurie. Kamera në të gjitha klasat, mbikëqyrje e vazhdueshme, linjë direkte denoncimesh, psikolog të pranishëm me kohë të plotë. Robert vazhdoi ta financonte, por tani shkonte atje çdo javë. Bisedonte me fëmijët. Hante drek me ta. Dëgjonte historitë e tyre. Dhe krijoi gjithashtu fondacionin Ana Klara, të dedikuar posaçërisht mbrojtjes së fëmijëve në institucione, duke ofruar mbështetje ligjore, psikologjike dhe financiare për familjet që denonconin abuzime. Dhe Ana Klara rritej. Dalë nga dalë, shtoi peshë. Syt pushuan së dukuri kaq të mëdhenj në fytyrën e dobët. Flokët u rritën dhe teto Konstandina mësoi të bënte gërsheta. Ajo filloi të buzëqeshte më shumë. Të qeshte me të vërtetë. Të luante. Të besonte. Dhe një vit pas shpëtimit, një mëngjes të shtune me diell, ndërsa pinin kafe në verandë, Ana Klara e pa Robertin dhe e pyeti, "Xhaxhi Robert, a mund të quaj babi?" Robert ndjeu sytë t'i mbusheshin me lodh. Gëlltiti me vështirësi. Pa atë vajzë që e kishte gjetur duke qarë në një tavolinë mense, të detyruar të gëlltiste mbetje të ftohta. Dhe pa, tani, një fëmijë që buzëqeshte, që luante, që besonte. Mundesh, u përgjigj ai, me zërin që i dridhej. Nëse ti do, mundesh. Ana Klara buzëqeshi. Ajo buzëqeshje e madhe, e vërtet, që ja ndriçonte të gjithë fytyrën. Atëherë do të quaj. Babi. Robert nuk arriti t'i mbante lotët. I la të rridhnin. Dhe e përqafoi fort, duke ndjerë se ai ishte momenti më i rëndësishëm i jetës së tij. Më i rëndësishëm se çdo biznes i mbyllur, çdo çmim i marrë, çdo titull gazete. Ai përqafim vlente më shumë se gjithçka. Sepse ishte real. Sepse ishte dashuri. Sepse ishte, më në fund, prani. Vitet kaluan si faqet e një libri që më në fund kishte gjetur drejtimin e tij. Shtëpia pranë liçenit dëshmoi rritjen e Ana Klarës nga një vajzë e frikësuar në një adoleshente kurioztare, pastaj në një të re të vendosur. Flokët që dikur ishin prerë kuturu tani i binin në val gështenjë mbi supe. Sytë që dikur njinin vetëm frikë tani shkëlqenin nga inteligjenca dhe qëllimi. Trupi që dikur ishte vetëm kocka dhe brishtësi tani kishte shëndet, forcë, jetë. Edhe Robert ndryshoi. Flokët e zinj u bën plotësisht të thinjur. Rrudhat rreth syve ju thelluan, por ishin rrudha buzëqeshjesh, jo tensioni. Kostumi i patëmet që vishte çdo ditë ia la vendin rrobave më të thjeshta, komode. Çanta e ekzekutivit qëndronte e ruajtur shumicën e ditëve. Burri që jetonte duke vrapuar pas objektivave tani e dinte rëndësinë e të ulurit në verandë, pa bërë asgjë tjetër veç se të vëzhgonte diellin të perëndonte mbi liçen. Teto Konstandina, e cila dëshmoi të gjithë transformimin, thoshte shpesh se Robert më në fund kishte mësuar të jetonte, jo vetëm të punonte. Ana Klara studioi në një shkollë private që respektoi ritmin, traumën, historinë e saj. Pati mësues që e kuptuan se ajo kishte nevojë për durim shtesë në orën e vakteve të pushimit. Pati shok klase që u bën miq të vërtet, që e pranuan pa paragjykime. Bëri terapi gjatë gjithë adoleshencës me doktoreshën Besa, e cila ndoqi çdo hap të shërimit të saj. Pati rikthime, po. Pati ditë kur ankthi i kthehej fort dhe ajo nuk arrinte të hante asgjë.
pati marrëdhë të rastësishme ku Eliana kthehej me atë zërin e ftohtë duke thënë se fëmia i varfër duhet të falënderojë. Por pati edhe arritje. Arriti të hante sërish në mensat e shkollës pa u kapluar nga paniku. Arriti të bënte miq. Arriti të besonte të rriturit. Arriti, dalë nga dalë, ta shndërronte dhimbjen në forcë. Kur erdhi koha për të zgjedhur një fakultet, Ana Klara nuk pati dyshime. Psikologji. Donte të kuptonte se çfarë i kishte ndodhur. Donte të ndihmonte fëmijë të tjerë që kalonin të njëjtën gjë. Donte të ishte zëri që ajo nuk e kishte pasur kur ishte 5 vjeç. Robert e mbështeti vendimin pa hezitim, e ndihmoi me gjithçka që i nevojitej. Dhe kur erdhi dita e diplomimit, 7 vjet pasi Ana Klara e kishte quajtur për herë të parë baba, ai ishte në audiencë me Teto Konstantinën, të dy me sytë plot lot krenarie. Ana Klara u diplomua me rezultate të shkëlqyera dhe shpejt filloi të punonte. Puna e saj e parë ishte pikërisht në një organizat për mbrojtjen e fëmijëve, duke u shërbyer fëmijëve viktima të dhunës institucionale. Ajo e dinte saktësisht se si ndiheshin ata. E dinte se çdo të thoshte të kishe frikë nga të rriturit. E dinte se çdo të thoshte të ishe e padukshme. E dinte se çdo të thoshte të kishe nevojë për dikë që thjesht të besonte. Dhe ajo u bë ky person për kaq shumë të tjerë. Dëgjonte historitë e tyre me durim. Asnjëherë nuk e minimizonte dhimbjen e tyre. Asnjëherë nuk thoshte se ishte naz apo egzagerim. Besonte. Pranonte. Dhe ndihmonte të gjenin rrugë. Ndërkohë, Fondacioni Ana Klara rritej. Ajo që kishte filluar si një projekt modest u kthye në një rrjet kombëtar mbrojtjeje. Dhjetëra psikolog, punonjës social dhe avokat punonin për të garantuar që asnjë fëmijë të mos heshtej siç pothuajse i ndodhi Ana Klarës. Fondacioni ofronte linjë direkte denoncimesh, ndjekje ligjore falas për familjet, trajnime për edukatorët, fushata ndërgjegjësimi. Dhe çdo vit, qindra fëmijë shpëtoheshin nga situata abuzimi institucional. Çdo shpëtim ishte një fitore. Çdo histori e transformuar ishte një provë se ja vlen të luftosh. Shtëpia pranë liçenit, që dikur ishte vetëm streh, u transformua gjithashtu. Një pjesë e saj u kthye në qendër strehimi të përkohshëm për grupe të vogla fëmijësh në trajtim post-traumatik. Në fundjavë, zhvilloheshin punëtori arti, rreth bisedash, aktivitete argëtuese. Robert, i cili kur nuk e kishte imagjinuar se shtëpia e tij do të ishte plot me të qeshura fëmijësh, zbuloi se nuk kishte tingull më të mirë në botë. Teto Konstantina, e cila tani ishte gati 70 vjeç, vazhdonte të ishte aty, duke u kujdesur për të gjithë si gjithmonë. Duke përgatitur kek, duke dëgjuar histori, duke ofruar prerë. Ana Klara u rrit duke parë gjithë këtë. U rrit duke kuptuar se dhimbja mund të shndërrohet në qëllim. Se faji mund të kthehet në riparim. Se një i rritur që më në fund zgjedh të shohë mund të ndryshojë fate. Dhe u rrit gjithashtu me sigurinë se ishte dashur. Jo me atë dashuri të lehtë që të gjithë e marrin pa bërë asgjë. Por me dashurinë e ndërtuar. Dashurinë që lind kur dikush zgjedh të qëndrojë, edhe kur është e vështirë. Kur dikush zgjedh të mësojë, edhe kur gabon. Kur dikush zgjedh të ndryshojë, edhe kur do të ishte më e lehtë të vazhdonte njësoj. Në moshën 25 vjeçare, Ana Klara ishte tashmë një profesioniste e respektuar në fushën e saj. Kishte publikuar artikuj akademik mbi traumën fëminore dhe shërimin emocional. Kishte mbajtur leksione në universitete. Kishte trajnuar ekipe edukatorësh se si të identifikonin shenjat e abuzimit. Dhe kur mori ftesën për të qenë një nga folëset kryesore në Kongresin Kombëtar për Mbrojtjen e Fëmijëve, që do të mbahej në Tiranë me praninë e autoriteteve, edukatorëve dhe aktivistëve nga i gjithë vendi, ajo ndjeu peshën e përgjegjësisë. Por gjithashtu ndjeu se ishte gati. Ajo e përgatiti fjalimin për javë të tëra. Shkroi, rishkroi, e provoi. Ja tregoi Robertit, i cili e lexoi me vëmendje dhe tha se ishte perfekt. Ja tregoi doktoreshës Besa, e cila tashmë ishte në pension, por vazhdonte të ishte mentorja e saj, dhe mori miratimin me një përqafim të ngrohtë. Dhe kur erdhi dita, Ana Klara mori avionin për në Tiranë me zemrën që i rrite fort dhe me sigurinë se ai do të ishte një nga momentet më të rëndësishme të jetës së saj. Robert shkoi bashkë me të. Jo si folës. Jo si figurë publike. Thjesht si baba. U ul në audiencë, në rreshtat e fundit, me kapele dhe syze dielli për të mos tërhequr vëmendjen.
Donte vetëm të shikonte. Donte vetëm të ishte i pranishëm. Siç kishte qenë gjithmonë që nga ajo ditë në mensën e shkollës. Auditoriumi ishte plot. Më shumë se 1000 njerëz. Autoritetet qeveritare, sekretar arsimi, drejtor institucionesh, mësues, punonjës social, gazetar. Ngjarja transmetohej drejt për drejt në internet. Ana Klara priti prapa skenës duke marrë frym thellë me duart e djersitura. Kur u thirr emri i saj, ajo u ngjit në skenë me hapa të sigurt. Ishte veshur thjesht, pa egzagjerime. Flokët i kishte lëshuar. Pa grim të rëndë. Donte të dukej vetvetja. Donte që njerëzit të shihnin vajzën që mbijetoi, jo vetëm profesionisten që u bë. U afrua te mikrofoni. Drita e skenës ishte e fortë, verbuese. Por ajo nuk u drodh. Pa audiencën, mori frym thellë dhe filloi. Mirëdita. Emri im është Ana Klara Berisha. Dhe dua ta filloj këtë fjalim duke treguar një histori. Historinë e një vajze 5 vjeçare që u gjet vetëm në një shesh duke mbajtur një kukull prej lecke. Një vajzë që u çua në një qendër strehimi, pastaj në një shkollë që premtonte të kujdesej për të. Një shkollë e bukur, me mure me ngjyra, postera frymëzues, raporte të patëmeta. Një shkollë që, në foto, dukej perfekte. Por që, pas dyrëve të mbyllura, fshihte një lloj dhune që nuk lë shenja të mavijosura, por që të shkatëron nga brenda. Ajo bëri një pauzë. Heshtja në auditorium ishte absolute. Kjo vajzë, vazhdoi Ana Klara, kishte frikë të hante. Jo sepse nuk i pëlqente ushqimi, por sepse të hash ishte bërë sinonim i ndëshkimit. Sepse një e rritur që duhej ta mbronte vendosi se ta detyronte të gëlltiste mbetje të ftohta nga tabakat e fëmijëve të tjerë ishte edukim. Se ta poshtëronte, ta izolonte, ta kërcënonte ishte disiplinë. Dhe më e keqja, njerëz të tjerë e panë. Dhe heshtën. Sepse kishin frikë. Sepse mendonin se nuk ishte puna e tyre. Sepse ishte më e lehtë të bënin sikur nuk po ndodhte. Ana Klara pa fytyrat në audiencë. Disa njerëz kishin syt me lodh. Të tjerë ishin të tensionuar, të parehatshëm. Ajo vazhdoi. Ajo vajzë jam unë. Dhe unë jam këtu sot sepse një i rritur një ditë më në fund zgjodhi të shite. Zgjodhi të ndalonte. Zgjodhi të thoshte se ajo ishte e gabuar. Nuk ishte e lehtë për të. Ati ju desh të përballej me fajin e tij. Ju desh të pranonte se kishte besuar shumë te letrat dhe shumë pak te prania. Ju desh të mësonte nga e para se çfarë do të thotë të kujdesesh vërtet. Por ai mësoi. Dhe më shpëtoi. Zëri i saj u drodh pak, por ajo e mori veten. Nuk jam këtu për të folur për një fund të lumtur. Sepse trauma nuk ka fund të lumtur. Trauma është diçka që mësojmë ta mbajmë. Unë ende kam ditë të këqija. Ende kam shkaktar. Ende kam frikë nga situata të caktuara. Por unë mbijetova. Dhe mbijetova sepse dikush më pa. Sepse dikush më besoi. Sepse dikush zgjodhi të qëndronte edhe kur ishte e vështirë. Ajo eci nëpër skenë, duart i gestikulonin, zëri i prerë. Dhe dua që ju të kuptoni diçka shumë të rëndësishme, projektet sociale nuk funksionojnë nga larg. Nuk funksionojnë me çeqe të nënshkruara dhe raporte të bukura. Funksionojnë me prani. Me sy të vëmendshëm. Me guxim për t'i pyetur fëmijët se si janë vërtet. Me gatishmëri për të dëgjuar përgjigje që mund të jenë të parehatshme. Sa fëmijë janë në këtë moment në institucione nëpër Shqipëri, duke vuajtur në heshtje, duke pritur që dikush më në fund t'i shohë? Sa po ndëshkohen, poshtërohen, lëndohen në emër të edukimit? Dhe sa të rritur po bëjnë sikur nuk shohin? Audienca ishte plotësisht e kapur. Ana Klara mori frym thellë dhe kaloi te pjesa më e rëndësishme e fjalimit. Unë punoj sot me fëmijë që kanë kaluar situata të ngjashme me timen. Dhe e dini se çfarë kanë të përbashkët të gjithë? Nuk është dhuna që kanë pësuar. Është padukshmëria. Ndjenja se askujt nuk i intereson. Se askush nuk do t'i besoj. Se ata nuk kanë rëndësi. Dhe kur një i rritur më në fund ndalon, i sheh në sy dhe u thot, unë të shoh, unë të besoj, ti ke rëndësi, gjithçka ndryshon. Nuk është shërimi menjëhershëm. Por është fillimi. Ajo ndaloi në qendër të skenës. Pa kamerën që transmetonte drejt për drejt.
I lutem se cilit prej jush këtu, nëse punoni me fëmijë, nëse financoni projekte sociale, nëse keni fuqi vendimmarrëse në institucione, ju lutem, zgjidhni të shihni. Zgjidhni të jeni të pranishëm. Zgjidhni të besoni kur një fëmijë thotë se po vuan. Dhe zgjidhni të veproni. Sepse heshtja është bashkëfajsi. Mos veprimi është dhunë. Dhe asnjë fëmijë nuk duhet të lutet për tu parë. Ana Klara mbylli sytë për një sekondë. Kur I hapi, kërkoi në audiencë. Gjeti Robertin. Ai I kishte hequr syzet e diellit dhe lotët I rridhnin lirshëm nëpër fytyrë. Ajo I buzëqeshi atij. Atë buzëqeshje që ai e njihte kaq mirë. Atë buzëqeshje që kishte filluar e ndrojtur në një verandë dhe tani shkëlqente në një skenë kombëtare. Dhe dua të mbyll duke I thënë diçka burrit që më shpëtoi, që është këtu në audiencë. Babi, faleminderit. Faleminderit që zgjodhe të shije. Faleminderit që qëndrove. Faleminderit që më mësove se dashuria nuk është vetëm fjalë, është prani. Dhe faleminderit që e shndërrove fajin tënd në veprim, paratë e tua në kujdes, distancën tënde në afërsi. Ti ma ndryshove jetën. Dhe duke ma ndryshuar jetën mua, ti ndryshove jetën e qindra fëmijëve të tjerë që fondacioni që mban emrin tim I ka ndihmuar. Kjo është trashëgimi. Kjo është dashuri. Kjo është ajo që ka rëndësi. Audienca shpërtheu në duartrokitje. Njerëzit u ngritën në këmbë. Robert, ende duke qarë, u ngrit gjithashtu. Ana Klara zbriti nga skena, përshkoi korridorin mes karrigeve dhe shkoi drejt e tek ai. Ata u përqafuan në mes të atij auditori të mbushur plot, ndërsa 1000 njerëz duartrokisnin, ndërsa kamerat filmonin, por asgjë nga këto nuk kishte rëndësi. Ajo që kishte rëndësi ishte ai përqafim. Ishte ajo lidhje. Ishte rruga që kishim përshkuar së bashku nga një mens e ftohtë deri te ajo skenë e ndriçuar. Kur më në fund u ndan, Ana Klara fshiu lotët nga fytyra. Robert I mbajti fytyrën me të dyja duart, ashtu siç bënte kur ajo ishte ende e vogël dhe shihte makthe. Jam kaq krenar për ty, tha ai, me zërin që I dridhej. Elena do të ishte kaq krenare. Ana Klara buzëqeshi. E di. Dhe unë jam krenare për ty gjithashtu. Që pate guximin të ndryshoje. Që zgjodhe të ishe I pranishëm. Që ishe babai im kur unë kisha më shumë nevojë për një. Në ditët në vijim, videoja e fjalimit u bë virale. Miliona shikime. Komente nga njerëz që tregonin historitë e tyre. Denoncime për situata të ngjashme në shkolla në të gjithë vendin. Linja direkte e fondacionit Ana Klara u mbingarkua me telefonata. Por çdo telefonate I u përgjigj. Çdo fëmijë u dëgjua. Çdo rast u hetua. Dhe dalë nga dalë, ndryshime filluan të ndodhnin. Ligje më të rrepta për mbikëqyrjen e institucioneve. Protokolle të detyrueshme denoncimi. Trajnimi detyrueshëm për edukatorët mbi identifikimin e abuzimit. Asgjë nga këto nuk e fshinte të kaluarën. Por ndërtonte një të ardhme pak më të mirë. Ana Klara vazhdoi punën e saj. Duke u shërbyer fëmijëve. Duke formuar profesionistë. Duke mbajtur leksione. Duke shkruar. Duke luftuar. Robert vazhdoi të ishte pranë saj, jo si financues I largët, por si baba I pranishëm. Duke marrë pjesë në evente. Duke vizituar projekte. Duke biseduar me fëmijë. Duke dëgjuar histori. Ai e kishte mësuar, më në fund, se prania nuk delegohet. Shtëpia pranë liçenit vazhdoi të ishte hapësirë shërimi. Dhjetëra fëmijë kaluan aty ndër vite. Disa qëndronin pak javë. Të tjerë qëndronin muaj. Të gjithë merrnin me vete sigurinë se ishin parë, ishin të rëndësishëm, ishin të dashur. Teto Konstantina, deri në ditët e saj të fundit, vazhdoi të përgatiste kek, të dëgjonte histori, të ofronte prerë. Kur ajo u nda nga jeta, në moshën 78 vjeçare, duke fjetur e qetë në krevatin ku kishte fjetur gjithmonë, ishte e rrethuar nga dashuria. Robert dhe Ana Klara ishin pranë. Dhe në funeral, dhjetëra fëmijë që ajo I kishte strehuar ndër vite erdhën për t'i bërë homazhe gjyshes që nuk e kishin pasur kurrë, por që e fituan si dhuratë. Ana Klara u martua në moshën 30 vjeçare me Lukën, një mësues që e njohu në një nga projektet e fondacionit. Një burr I butë, I durueshëm, që e kuptonte traumën e saj dhe kur nuk I bënte presion. Patën 2 fëmijë.
Një vajzë që e quajtën Elena në ndër të gjyshes që nuk e njohu kurrë, por trashëgimia e së cilës ndihmoi për ta shpëtuar. Dhe një djalë që e quajtën Robert në ndër të gjyshit që zgjodhi të ishte baba kur askush nuk e priste. Fëmijët u rritën duke dëgjuar historinë se si nëna e tyre u shpëtua. Si gjyshi i tyre e shndërroi dhimbjen në qëllim. Dhe u rritën duke kuptuar se dashuria është zgjedhje, është prani, është guxim për të parë edhe kur është e parehatshme. Robert u plaki rrethuar nga dashuria. Jo nga lloji i dashurisë që ai e kishte imagjinuar kur ishte i ri, e bërë nga suksesi dhe njohja publike. Por nga lloji i dashurisë që vërtet ka rëndësi. E bërë nga përqafimet në fund të ditës. Nga darkat familjare. Nga përrallat e treguara nipërve dhe mbesave. Nga të diturit se jeta e tij kishte bërë një ndryshim real, të prekshëm, në jetën e njerëzve real. Ai vazhdoi të ishte aktiv në fondacion deri në vitet e fundit, gjithmonë i pranishëm, gjithmonë i vëmendshëm. Dhe kur më në fund u nda nga jeta, në moshën 82 vjeçare, në një pasdite të qetë vjeshte, ishte duke mbajtur dorën e Ana Klarës, e cila i përshpëriti në vesh: "Faleminderit për gjithçka, babi. Ti më mësove se kur nuk është vonë për të zgjedhur të duash vërtet." Fondacioni Ana Klara vazhdon të operojë edhe sot. Ka ndihmuar mijëra fëmijë. Ka trajnuar mijëra profesionistë. Ka ndryshuar ligje, protokolle, sisteme. Por, në thelb, gjithçka filloi me një zgjedhje të thjeshtë që Robert bëri atë pasdite të enjte, zgjedhjen për të shkuar në shkollë pa lajmëruar. Zgjedhjen për të parë përmes xhamit të mensës. Zgjedhjen për të hyrë. Zgjedhjen për të thënë se ajo ishte e gabuar. Zgjedhjen për të qëndruar. Dhe Ana Klara, e cila sot drejton fondacionin dhe vazhdon të trajtojë fëmijë të traumatizuar, mban me vete sigurinë se një person i vetëm mund të bëjë diferencën. Një zgjedhje e vetme mund të ndryshojë gjithçka. Një zë i vetëm mund të thyejë heshtje që dukeshin të përjetshme. Ajo nuk e harron se nga vjen. Nuk e harron vajzën 5 vjeçare që qante para një pjate me mbetje të ftohta. Por gjithashtu nuk është më vetëm ajo vajzë. Është gruaja që u bë. Është profesionistja që ndihmon të tjerët. Është nëna që do është bia që u desh. Është prova e gjallë se trauma nuk është fat. Se dhimbja mund të kthehet në forcë. Se errësira mund t'ia lërë vendin dritës. Edhe kur drita vonon. Edhe kur rruga është e gjatë. Edhe kur duket e pamundur. Sepse në fund, ajo që mbetet nuk janë raportet e bukura, as fotot zyrtare, as çmimet në mur, ajo që mbetet janë njerëzit që zgjedhim të duam. Jetët që zgjedhim të prekim. Guximi që zgjedhim të kemi për të parë atë që është e fshehur dhe për të thënë, me zë të lartë, se nuk është në rregull. Kjo është ajo që mbetet. Kjo është ajo që ka rëndësi. Kjo është trashëgimi. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Ana Klarës dhe Robertit t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni prekur, klikoni butonin më pëlqej, abohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju ka bërë më shumë përshtypje në këtë udhëtim dhimbjeje, kapërcimi dhe dashurie. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që flasin për zgjedhje që ndryshojnë fate, për guxim që transformon realitete. Çdo histori është një ftesë për të reflektuar, për të ndier, për të kujtuar se kur nuk është vonë për të zgjedhur dashurinë e vërtetë, atë që ndërtohet me prani, durim dhe gatishmëri për ta parë tjetrin vërtet. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër histori që do t'ju prek emocionet dhe do t'ju bëjë të besoni në forcën e transformimit njerëzor.